për negociatorët se kanë bërë një punë intensive në 15 muaj dhe ne kemi filluar transmetimin e të gjitha plotësimit të kushteve në Komisionin Evropian gjatë muajit mars. Të gjitha provat që provojnë se Shqipëria i ka përmbushur kushtet në këto 3 kapituj me pak gjëra të vogla të cilat jemi duke i transmetuar këto ditë. Po punojmë me 3 kapituj të tjerë, që është kapitulli 6, shoqëri tregtare, kapitulli 7, pronësia intelektuale, kapitulli 32, menaxhimi financiar dhe kapitulli 20, politika industriale, kapitulli 5, prokurimi publik, për t'i maturuar deri në qershor, por objektivi ynë për të transmetuar pjesën më të madhe të rezultateve është fundi i prillit. Negociatorët ministrat e dinë se punojmë në mënyrë intensive, javore, ditore, me çdo aksion, action line që paraqitet aty. Ndërkohë që dorë më dorë do të vazhdojmë më tutje me kapitullin 4, që ka të bëjë me lëvizjen e lirë të kapitalit, shërbimet financiare, politikën monetare. Pra në vjesht do të futemi te çështjet e tregut financiar. Kemi ambicje që të avancojmë dhe me shërbimet dhe me lëvizjen e lirë të punëtorëve brenda aktiviti. Siç e shikoni, edhe zgjedhja është logjike, pra ndërtojmë rregullat bazë për shoqëritë tregtare që të tërheqim investitorë dhe shoqëri europiane, përmirësojmë prokurimin publik, menaxhimin financiar për ta konsideruar plotësisht të përputhur me standardin evropian. Kjo rrit dhe besueshmërinë ndaj Shqipërisë, edhe ndaj fondeve, por dhe më gjerë. Vazhdojmë më tutje me tregun financiar, sepse tregu financiar duhet jetë gati të financojë dhe këtë transformim të madh evropian që do të realizojnë vetë bizneset, jo vetëm qeveria ose institucionet publike. Sigurisht ne kemi instrumenta mbështetës si fondet e garancisë, por më shumë do të jetë nevoja të bëhet në këtë drejtim dhe ecim sigurisht edhe me kapituj të tjerë të cilët kanë të bëjnë me tregun, siç është pronësia intelektuale apo politika industriale, që janë bazat transformimit të konkurrencës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ku duhet bëjmë disa ndryshime strukturore ndoshta të ekonomisë drejt një ekonomie me vlerë më të lartë të shtuar. Ky ndryshim ka nisur me turizmin, me industrinë e lehtë, me industrinë ushtarake, por do të vazhdoj të thellohet dhe me shërbimet si ato financiare digjitale, të cilat duam t'i eksportojmë më shumë drejt Bashkimit Evropian. Kapitull më kapitull, ju do ta shikoni, unë nuk do të ndalem te gjitha një më një, sepse ky material është i disponueshëm, ku kemi bërë një vlerësim të statusit të maturitetit, po siç thash me 7 kapitull jemi të avancuar, me 16 brenda aktiviti, njëri mbas tjetrit. Kjo është sigurisht një përmbledhje e planeve të punës dhe statusit, sepse kemi sigurisht shumë detaje, të cilat nuk mund t'i përshfaqim në këtë prezantim të shkurtër, por mund të them në vija të përgjithshme që teksa pret vlerësimin pozitiv të vendeve anëtare për kushtet e ndërmjetme, Shqipëria ka avancuar me 7-8 kapitujt e parë me gatishmërinë e mbylljeve dhe në mënyrë frontale me të gjithë kapitujt. Mund t'ju them se nga 600 masa ligjore dhe nënligjore, rreth 150 prej tyre janë hartuar tashmë. Që tani, sepse është punuar përpara që në vitin 2025 janë transmetuar në masë të madhe Komisionit Evropian dhe jemi në negociata me ta për secilën prej këtyre 150 paketave. Në proces janë të gjitha paketat e tjera. Pra mund të themi që rreth 20-30% e punës është front-loadur në raport me të tërën deri në fund të 27-s dhe të gjithë kapitujt janë pastaj në stade përgatitje intensive. Siç thash, nga 150 paketa ligjore janë përgatitur për 21 nga 31 kapitujt, vazhdon puna me gjithë kapitujt e tjerë, nuk ka një problem, dua ta them këtë, po lidhet me kohën kur është hapur një kapitull. Për shembull, bujqësia është hapur në nëntor. Ministria me shpejtësi e ka përgatitur planin për të 3 kapitujt dhe për secilin kapitull kemi bërë takime shpjeguese me Komisionin Evropian, janë bërë 31 takime në 9 muaj, në të cilën kemi marrë rekomandime operacionale dhe jemi duke përmirësuar planet, sepse duhet të bijem dakord me Komisionin çfarë përbën një plotësim të kushtit apo një reformë të përmbushur. Faleminderit shumë për vëmendjen, shpresoj që arrita të isha e përqendruar në disa pyetje kyçe. Gjithsesi, ngelet fakti që çdo ministër dhe negociator është kyçi